dhe komuniteteve pakic të përfshihen për një kohë të caktuar me një mandat specifik e tjera. Do të thotë ti pas parasysh gjitha këto vështirësi që janë kriju. Po, apo i bie që po shkojmë drejt zgjedhjeve të parakohshme dhe pse është e rëndësishme për juve si parti shkoni në zgjedhje përsëri tani? Nuk është që është e rëndësishme, po të gjitha më shumë po i imponuar. përmendi, apo Do jo? të thotë gjendemi para një fakti, para një situate për cilët besoj gjitha partitë politike tani e kanë parapa një situatë të tillë, ashtu edhe ne si Lidhja Demokratike e Kosovës. A ka mund të shmanget kjo situatë? Po, prandaj kemi bërë ofertën, duke parapa këtë situatë që të shmangemi zgjedhjeve të panevojshme. Por nëse ato imponohen, ne si parti jemi të gatshme me menaxhu edhe situatat e tilla. Po, ndërkohë keni pasur ftesë nga Lëvizja Vendosja, a keni pasur më oferta kohëve të fundit, ditëve të fundit, ju personalisht, ose edhe si parti, ose ofertë nga Vendosja? Nuk ka pasur ndonjë kontakt apo ndonjë komunikim, si në nivelin zyrtar, jo zyrtar, formal apo jo formal. Po, dhe si e pa dëshimin e qeverisë mandatarit Kurti për të formuar qeverinë këtë të diel, pra Kurti hyri nëse mund të themi në historisë e parë, duke mos arritur të sigurojnë. Ajo shfaqje është sa për ta plotësuar formën, kështu që edhe nuk e kemi analizuar dhe studiuar përderisa ishte thjesht një spektakël, për cilën besoj edhe Albin Kurti e ka ditë që nuk do të kalon. Po, dhe nëse shkojmë zotin Shuni në zgjedhje, pse qytetarët do ta votonin Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse deri më tani si LDK nuk keni ofruar alternativat, paktën keni ofruar alternativë për qeverinë teknike, por që nuk keni pranuar të një koalicion as me Vendosjen dhe nuk keni treguar gatishmëri as për parti tjera opozitare. Pse do duhet ta votonin LDK-n qytetarët në zgjedhjet e parakohshme, në rast se thoni që nuk jeni të gatshëm për të hyrë në qeveri? Ne i referohemi fakteve, nuk është që ne në avokatek nuk po dojmë njënin apo me tjetrin. Thjesht gatishmëria e Lidhjes Demokratike të Kosovës për çfarë do partneriteti me Vendosjen, kohën e fundit është zbe. Do të thotë nga ai moment kur ne ishim në qeverisje zbashku, edhe dini si erdhi e prishja e atyre raporteve, përkundër një marrëveshje në mes të liderëve të asaj kohe, do thotë marrëveshje u shkel, dhe thjesht nga kjo situatë në rrafshin politik e kapitalizoi Vendosja. Që nga momenti kur ne thuajse për një vit i kemi lanë të lirë të performojnë, të sjellin rezultate, e kemi pas me qeverisjen e tyre, po vështirësohet jeta e qytetarëve, po vështirësohen raportet me qendrat e vendimarrjes, me partnerët tanë, dhe kulminon në pas shpalljeve të rezultateve të zgjedhjeve, kur do thotë ne na krahason me kafshë tjera, do thotë mbyllen të gjitha dyert dhe mundësitë përkundër dëshirës tonë që të kemi një partner me cilin do të kemi një rikthim së bashku, mbyllen të gjitha mundësitë, hapet një hendek i madh në mes raporteve Vendosje Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe kështu që ishte një mision i pamundur. Kurse me partitë tjera parlamentare, për shkak të numrave të pamjaftueshëm, ishte e kotë edhe me u hap këtë temë, do të thotë fare edhe nuk është diskutuar, nuk ka pas fare takime, biseda apo përpjekje me ushtru kjo temë përderisa numrat mungojnë. Po, dhe në gjithë këtë situatë është parë dhe interesi qytetarëve, dëmi që po i bëhet vendit me gjithë këtë bllokat, 8-9 muaj janë pra bllokat që Po, ti pas parasysh këto fakte, ne kemi bërë thirrje të pas parasysh situatën e përgjithshme në Kosovë, në regjion, rirreshtimet që po bëhen në rrafshin global, nevojën me pas përkrahjen e partnerëve, rreziku që po na troket në derë, agresivitetin e fqinjit verior,
tendencat e Moskvës me hapë krizat e reja. Prandaj kemi bërë thirrje që në këto situata ne duhet jemi zbashku. Pa e paragjyku kush do t'jetë kryeministër, që të miremi me përmirësimin e raporteve me partnerët tanë, ta krijojmë një stabilitet politiko-ekonomik, që t'i trajtojmë disa temat të cilat janë të interesit të përbashkët, edhe në një moment të caktuar në garat e radhës të garojmë me programe zhvillimore, programe ekonomike, duke lanë anash populizmin, duke lanë anash disa teori që ngritën kush është më patriot, kush është më adhetar, kush është tradhtar e tjera, do thotë tema të panevojshme që t'i diskutojmë brenda raporteve partime. Çka presit që mund të prodhojnë zgjedhjet tashme? A mund të presim që mund të prodhojë një parti e cila mund vjen në pushtet pa një koalicion dhe duke parë këtë atmosferën e mos bashkëpunimit tani, a mund të shohim përsëri bllokada edhe në të ardhmen ajo? Unë nuk e besoj që ndonjë parti do e ketë atë mundësi që me forcat e veta me kriju qeverinë e radhës. Ne do të kemi nevojë prapë të ulemi të bashkëbisedojmë e tjera. Tani, ti pas parasysh këto